Nëse e rikujtojmë pak, javën e kaluar ne folëm rreth deklaratës çuditëse të Aldos, i cili u shpreh se kishte rënë në dashuri me Danjën. Ne e tham këtu në rubrikën tonë të showbizit, e shprehëm se kjo deklarata e dashurisë mund të lidhej me një lojë të mundshme të Aldos. Dhe këtë gjë ai e pranoi. Ne kishim të drejtë. Më pëlqen ta them këtë, ne kishim të drejtë. Atëherë Aldo, i ftuar në fan club, tregoj se atë pjesën e pëlqimit ndaj Danjës e bëri si strategji loje. Por nuk e tha se unë kam frikë të vazhdoj, do më mbajnë këtu, prandaj po hedh një strategji të re, por u shpreh se pas deklaratës së Danjës, që Danja e akuzoi Aldon se kishte ndjenja ndaj saj, Aldo tha, kishte folur edhe me banorët brenda, që do t'i bënte Danjës një lojë, ku do të shprehte se ishte i dashuruar me Danjën për të marrë vesh, për të kuptuar nëse ajo do të sillej me Aldon njësoj si soll me Xhibanin apo jo. Iku dhe Aldo, ky kot hyri kot doli. Iku dhe Aldo. Mirë bëri që doli, se me thënë të drejtën ai takimi me vajzën ishte shumë prekse dhe shumë me pa shpirt në ana Aldo se Ledionit e të tjerëve që ta nxisnin Aldon të vazhdonte rrugtimin. Po dhe Aldo duhet ta kishte takuar pak mamin e Gocës, them unë, kur Goca e kërkoi këtë gjë. Po ku e dim ne që nuk e ka takuar? Po të paktën aty në syt Gocës. Ku e dim ne që fëmia është i lumtur kështu kur prindrit i shikon bashkë. Nëse. E di zoti kujt pikon çatia. Po, absolutisht. Atëherë, unë mendoj edhe siç e tham që Aldo i kishte strategji loje pjesën e marrëdhënies së tij me Danjën, mirë po nuk i eci. Tani po thotë po e bëra që Danja të shikoja nëse Danja do sillej me mua si me Xhibanin apo jo. Po çfarë do thotë ai? Çfarë do thotë?